Nëna e porosit dhe e këshillon të birin. Një ditë prej ditëve do të më shohësh si plakë dhe sjelljet e mia nuk do të jenë më si më parë. Të lutem, më jep pak nga koha jote dhe nga durimi yt që të më kuptosh. Kur të më dridhen duart dhe të më bie ushqimi mbi gjoks dhe kur nuk do të kem më fuqi të i veshi rrobat e mia, bëhu i dërueshëm me mua. Rikujtoj ato vite që i kalova, duke ta mësuar atë që sot unë nuk mund ta veproj. Kur rrobat të më bëhen pes dhe nuk do të më vjen më era e mirë, rikujtoj momentet e fëmijërisë kur shumë herë tentoja që të pastroj dhe të dukesh i bukur dhe me erë të mirë. Mos qesh me mua kur e sheh se nuk i kuptoj dhe nuk i di gjëra që i posedon gjenerata jote, por bëhu syri dhe truri im që t'i arrij gjërat që më ikën. Unë të edukova dhe unë isha ajo që të mësova si ta ballafaqosh jetën. E tash, si vjen dhe më thua se kjo duhet e kjo nuk duhet. Mos u bezdis nga memoria ime dobët dhe fjalët e mia që dalin me vështirësi kur flas me ty. Nga se lumturia ime nga të folit me ty tani është vetëm se të jem me ty. Kur këmbët nuk do të më mbajnë më dhe do të kërkoj prej teje të më dërgosh deri në ndonjë vend, bëhu i butë me mua. Rikujto se kur ishe i vogël të kapsha për dore dhe të mësoja se si të ecesh. Mos të vjen turp të më kapish për dore, sepse nesër do të kërkosh ndokush të kap për dore kur t'i arrish vitet e mia. Dije se jeta ime është ka fundi dhe për këtë arsye qëndro me mua dhe mos u bëj kundër meje. Kur të kujtohet diçka nga gabimet e mia, dije se unë nuk kam pasur për qëllim përveç se të mirën tënde. Dhe ajo më e mira që mund është të veprosh tani është të mi falish gabimet e mia, ti mi mbulosh të metat e mia. Të qeshurit tënd dhe buzëqeshja jote ende vazhdojnë të më gëzojnë, prandaj mos më privo nga shoqërimi yt. Isha me ty kur linde dhe qëndro tani me mua kur të vdes. O Zot, më shiroj të gjitha nënat e muslimanëve.